legislaturën e cila mori mandat në zgjedhjet e 7 qershorit, a besoni se mund të arrijet diçka në një kohë kaq shkurtër që nuk u arrit deri tash? Vështirë për shumë arsye. Mas pari ftesa e zotit Kurti është ftesë jo korrekte, sepse sërish i ka dërgu ftesat në emër të kryeministrit dhe ka kërkuar që takimet të bëhen në kryeministri. Prandaj unë në këtë kuptim madje vështirë arrit ta kuptoj zotin Abdi Gjiku që ka pranuar të shkojë në takim nëse takimi. Kuvend do është lajmi. Kuvend ka nuk takon e sakt. Ftesa është për kryeministri. Po ka pas ftesa që është bërë publike, s'paku ajo për aleancën, ku shkruaj dhe aleanca për radhëmërinë e Kosovës, pra fliste për kryeministri. Edhe ta kemi sigurisht regjia do të na shfaqë. Tash nëse po mjafton që zoti Kurti po nënshkruhet në këtë ftesë nënshkruhet si kryeministër në detyrë. Kryeministri në detyrë nuk ka të drejtë, nuk është punë e kryeministrit që t'i ftoj partitë politike për ta zgjedhur presidentin, për ta zgjedhur kryetarin e kuvendit në këtë rast, nënkryetaret apo edhe qeverinë, sepse nuk është kryeministër. A ka një shpjegim pse po bën këtë, se kjo nuk është hera e parë që është diskutuar, po ashtu ka pasur. Jo vetëm që nuk është hera e parë. Edhe refuzime për këtë nga subjektet opozitive. Nga 2017 e bën këtë gjë, domethënë edhe me zotin Thaçi, kur kishin ato shkëmbimet e letrave, i dërgonte letrat nga pozicione jo të kryetarit të lëvizjes vetëvendosje, po të 2019, po të kryeministrit të Kosovës. Domethënë, është një kapërcim i detyrave, sepse nuk është mosnjohje e procedurave. Domethënë, gjithkush di kaq sa për të mos u nënshkruar si i tillë. Kjo pastaj logoja e qeverisë Republikës Kosovës atje është kajt e pavend. Ashtu siç ishte e pavend edhe paraqitja në fillim të vitit kaluar pas zgjedhjeve të fundit, të parafundit të dhjetorit, e kandidatës e cila do kaloj sigurisht e zonjës Feride Rushiti, kryeministri dhe një kandidate që nuk arriti as të votohej, u paraqiten nga zyra presidentit Kosovës. Domethënë, këto janë ato shkeljet të cilat e dëmtojnë demokracinë. Prandaj në këtë kuptim. Po ju besoni se këto nuk janë shkarje, nuk janë të paqëllimshme. Sigurisht, janë të kalkuluara. Janë të rritur, janë jashtë të rritur me drejt vote, me përgjegjësi, madje është kryeminist. Vetëm se të rritur, por edhe din diçka ndoshta për nga procedurat e shtetit, nga rregullat. Njerëzit e rritur nuk bëjnë këso gabime, prandaj nuk janë gabime këtu. Dhe në këtë kuptim, unë i shoh të pavenda, madje edhe përgjigjet për refuzim ndaj një letre të tillë. Sepse dihet kush qënë ftesë. Nuk mund të qoj unë ftesë, pavarësisht nga vullneti qytetar që e kam, që të banë institucionet, nuk do t'ishte me vend që si profesor Universitetit Prishtinës, ose si opinionist në Rubikon, të dërgoj ftesa për dihet kush i dërgojnë ftesat. Dihet për çfarë pozicione është dërgohen, dhe kjo kallëzon sa jo serioze dhe sa shpërfillse është ndaj partive politike kjo qasje, domethënë qasja është këtë shpërfillse, qasja e zotit Kurti. Dhe kjo nuk më bën konfident që ka me pas në marrëveshje që do të mund të arrihej. Edhe këtu del bukur i pa informuar, ose sërish, po thoni jo është e qëllimshme, pse i referohet zotit Ardian Xhini, kryetari i Aleancës për Radhëmërinë e Kosovës. Asnjëherë s'ka qenë kryetari i Aleancës për Radhëmërinë e Kosovës, se në ditën kur u zgjat, vendosën se quhet Aleanca. Po, kjo mund të jetë një farë inercioni, po them, edhe mund të falet. Është një farë inercioni sepse me shto nuk e di çka kallëzohet. Po, mas paku kallëzohet një nonshalancë, një mungesë e seriozitetit, sepse dikur që është serioz, i trajton seriozisht edhe këto detaje, sepse janë, po flasin për shtetin. Dhe sidomos zoti Kurti që është bukur detajist dhe nuk përton që të hyjë edhe në presje dhjetore, kur citon numra dhe kur raqet situata. Kam shumë dilema aty, nuk e qmoj aq në këtë plan, mendoj që deklarativisht, ka fliste për fijet e një teli. Mjafti zakonshëm në këtë plan, dënë se ekziston një bindje që është shumë i rafinum, është i rafinum në politikat të tjerë. Jo, e qartë. Nuk po e thëmë për ju, po e thëmë përgjithsisht. Prandaj, unë nuk shoh shumë
nuk shoh shumë mundësi, nuk jam shumë i bindur që do të ketë ndonjë zgjidhje, sepse situata është kështu. Mas pari, më datën 6, kur do të marrët mbledhja konstitutive e kuventit, vështirë se do të arrihet një marrëveshje që, apo nuk besoj që Lidha Demokratike e Kosovës do të pranoj një marrëveshje dhe të heqë dorë nga pozita e presidentit për çka kemi shku në zgjedhje, duke